Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Shenja e ujorit. Për shenja e ujorit kemi një ndikim të rëndësishëm, pozitiv, më duhet të them, duke qenë se tashmë jemi futur në një fazë ku shenja e ujorit e di vlerën e tij shumë mirë. E di shumë mirë, domethënë, si vlerën materiale, se çfarë meriton nga puna që bën, po ashtu edhe vlerën që duhet të marrë nga familjarët e tyre, nga partnerët e tyre, prandaj dhe të gjitha lidhjet i krijon duke marrë parasysh këtë si gjë. Shenja ujore që gjithë javës në vazhdim ka mundësi vërtet shumë të mëdha dhe për të kryer të ardhur materiale të mira. Kjo vjen nëpërmjet investimeve. Një lloj siç ishte pak a shumë tek shenja e birgjireshës, në qoftë se bëjmë investime ose marrim disa risje të llogaritura mirë, keni mundësi edhe jo të mëdha për të fituar. Normale duhet të jemi shumë të kontrolluar, duhet të llogarisim disa herë gjërat dhe duhet të llogarisim edhe se çfarë do të ndodh pas disa viteve, pra nuk duhet jemi të shikojmë vetëm për momentin, duhet të jemi vërtet larg pamës, gjë që ju e keni aftësi, prandaj edhe do t'i kushtoj që ta përdorni për këtë talentin tuaj. Për sa përket marrëdhënieve familjare që gjithë javës në vazhdim, jemi në një fazë shumë pozitive. Çdo problem që ka ose më themi situata ku nuk kanë qenë pak të tensionuara nga java e kaluar, sidomos duke qenë se kishim edhe kënd negativ të Uranit me Marsin që ishte vendosur tek shenja juaj, tashmë fillojnë dhe zbuten, gjejmë një rrugë të përbashkët, kemi një komunikim shumë më tepër pozitiv dhe mbi të gjitha kemi një aftësi kolosale, më duhet të them, që të gjejmë rrugë të përbashkët me pothuajse të gjithë njerëzit që kemi në rrugë në jetën tonë. Dhe këtu është më tepër vlefshme marrëdhëniet që kemi me kolegët tanë, pra kolegët tanë pak a shumë gjatë gjithë javës në vazhdim bëhen miqtë tanë më të mirë, sepse edhe mund të bashkëpunojmë shumë mirë me ta, jemi shumë më tepër efikas edhe në punës dhe se si e bëjmë atë. Dhe mund të jetë edhe një nga pikat që do t'ju këshilloja që ta përdorni për të bërë atë investim, pra që përmenda përpara, në mënyrë që të keni fitime të mira materiale. Ditën e diel për ju është shumë e rëndësishme, kjo e diel, data 8 mars, duke qenë se do të kemi një kënd pozitiv i cili shëron të gjitha pak a shumë traumat, ajo çfarë, pra në qoftë se e shpërdoronit param, pra është një farë shërimi nga sistemi që vjen ditën e diel, do të këshilloj për këtë arsye, për të gjithë ata që dëshirojnë, është me dëshirë, që të bëjnë një farë rituali ose meditimi, pra të vini një qëllim të mirë, pra në mënyrë që në jetën tuaj tashmë të mos keni harxime, pa kriter, të jeni më të përqendruar për se çfarë dhe të vijë dhe begatia më lehtë. Në lidhje me çështje sentimentale, jemi në fazën ku duam të kemi lidhje të reja, vërtet, kur Venusi kalon tek shenja e dashit dhe duam të gjithë të si gjë, dhe për ju është mënyra e komunikimit, ajo çfarë thoni, pra realizohet dhe mund të keni dhe për këtë arsye edhe njerëz që tërhiqni pak a shumë me fjalën tuaj në jetën tuaj. Për ata që kanë një lidhje, janë në një lidhje aktuale, është një fazë shumë pozitive sepse përzgjedhim shumë bukur fjalët që duhet të themi dhe i fitojmë dhe zemrën për atyre persona. Okej, faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri. Pafshim. Natën.